Janë 4 modelet e vulave, të cilat do të përdoren në zgjedhjet e 23 qershorit. Komisionet zonale të administrimit të zgjedhor, KZAZ, nga Komisionet e Qendrës së Votimit, KQV, dhe nga kryetari i KQV-sit dhe vulës rezervë për KQV-n. Janë miratuar edhe vulat rezervë në rast dëmtimi ose dalje jashtë qendrave të votimit të kryetarëve të këtyre qendrave. Mbajtja dhe administrimi i këtyre vulave do të bëhet nga inspektorët rajonal të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përdorimi i së cilës do të bëhet në çdo rast me vendimin e KQZ-s. Kush është dakord me aktin, me ndryshimin e dorë? Dakord. Kalon akti me 7 vota pra. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diskutoi edhe për buxhetin e këtij institucioni për zgjedhjet e 23 qershorit, i cili parashikohet të kushtojë 741 milion lekë, prej të cilave 277 milion vetëm për paga dhe shërbime të stafit të përkohshëm, ndihmës të administratës së KQZ-s, 10 milion për kamerat dhe 177 milion lekë për mallrat, shtypshkrimet, vulat rezervë, proces verbalet, manualet e të tjerë. Në këtë buxhet nuk përfshihet kostoja e 2 projekteve të numërimit elektronik të votave, të Tiranës dhe të Fierit.